Më 2 gusht të vitit 2010, dëshmori i dheut, kolonel Arben Zuluftari, u rikthye në qytetin e tij të lindjes, në Berat, nëpërmjet një shtatore të derdhur në bronz. Strukturat e Ministrisë Brendshme dhe të Drejtorisë Policisë Qarkut në Berat përkujtuan 10 vjetorin e rënies së tij në krye të detyrës. Pavarësisht se drejtësia është shprehur me një vendim të formës shprehur në lidhje me rrethanat në të cilat u vra Arben Zuluftari, ende nuk është sqaruar qartësisht mënyra se si u vra personi i akuzuar për vrasjen e Arben Zuluftari, Bahri Tafili. Ceremonia e vendosjes së shtatores së dëshmorit të dheut Arben Zuluftari në qendër të qytetit Beratit, gjithsesi nuk mund ta mbulojë rrethanat e ngjarjes së 2 gushtit të vitit 2000. Rrethanat të cilat kanë ngelur ende të pasqaruara, jo vetëm për familjarët e dëshmorit të dheut Zuluftari, jo vetëm për familjen Tafili, por edhe për drejtësinë shqiptare. Disa nga pikat e errta të ngjarjes së 2 gushtit të vitit 2000, të cilat nuk u arritën të sqaroheshin saktësisht nga hetimi i kryer prej prokurorisë, janë pozicioni i vendodhjes së dëshmorit të dheut Arben Zuluftari në momentin kur ai është goditur nga autori i krimit, pra nga Bahri Tafili. Vendodhja e këtij pozicioni dhe më pas hetimi që u bë duke patur parasysh jo vetëm ekspertizën e viktimës, jo vetëm mbledhjen e provave në vendin e ngjarjes, por dhe eksperimentet hetimor, kanë krijuar disa mospërputhje të cilat të çojnë në dyshime mbi mekanizmin e vërtet të ngjarjes. Aty është bërë edhe një herë është bërë një eksperiment hetimor, quhet në gjuhën tonë profesionale, quhet eksperiment hetimor. Dhe çudia më e madhe e këtij eksperimenti hetimor është se kanë qenë të gjithë ata që s'duhet ishin dhe që duhet ishe nuk ka qenë. Autori nuk ishte. Eksperimenti hetimor këtë bën fjalë. Që i krijon edhe një rrethanat me aq se të krijohet mundësia dhe vendos edhe një herë autorin aty që të tregojë se si e ka kryer veprën. Se ku ka qenë ai në momentin që ka ndodhur ngjarja, që ka ndodhur fakti juridik. Në atë eksperimentet hetimor janë marrë gjithë. Dhe s'është marrë autori. U falsifiku prap vendi i ngjarjes. Sepse po ta shikoni me vëmendje, syzet dhe ora janë gjetur, është ndryshuar vendi prapë ke skica e re që kanë paraqitur në gjykatë. Janë 2 skica. Një skicë që është bërë në vendin e ngjarjes në momentin që ka ndodhur ngjarja, ku është bërë kryerja, dhe një skicë në momentin që çështja ka shkuar për gjykim, që kanë përfunduar hetimin. Dhe këto 2 skica janë falsifikuar. Dhe vetë këto 2 skica janë falsifikuar. Sepse në njërin paraqitet ora dhe syzet matan rrugës, ke tjetër përpara rrugës. Përpara se të fillojë rruga. Pra e ka sjell, si më thënë, impaktin. Ky eksperiment ka sjell dhe impaktin. Çfarë? U ndryshua dhe skica vendi i ngjarjes. Eksperimenti hetimor mund të merret i mirëqen pavarësisht se nuk ka pas bimësi. Pse? Sepse me, si më thon, me mënyra të ndryshme ti mund ta kufizosh në një farë mundësie artificialisht pamjen. Të gjitha tjerët, unë i prezumoj, pranoj. Po të mos jetë autori në një eksperiment hetimor, kjo është e papranueshme, është absurde në logjik. Edhe në logjikën formale, jo në logjikë juridike. Sepse është ai që ka kryer veprën. Dhe eksperimenti hetimor është ata kthen edhe herë veprën. Se si është kryer veprimet e autorit. Pra të tjerat ne i quajmë sigurisht. Po çfarë ndodhi? Pikërisht këto pikpyetje kanë ngjallur dyshime edhe tek ish shoqëruesi i dëshmorit të dheut në kohën që ishte në krye të drejtorisë së policisë Qarkut Shkodër, po ashtu edhe tek drejtuesi i grupit hetimor që u dërgua nga prokuroria e përgjithshme në drejtim të Shkodrës në momentin e ngjarjes së Kolkoçiut. 1 metër këtu në krahun tim të majt, është vendi ku në atë kohë ka qenë gardh, nuk ka qenë kështu avulli, është vra Arben Zuluftari. Dhe drejtimi, do të thënë distanca me vendin ku është hap zjarr, do të thënë këtu ka qenë një kasollë kali që është prapë sot, shihen edhe ato hekurat e dritareve që janë
plumat që kanë bërë rikoshet gjatë shkëmbimit të zjarrit me 2 persona që kanë qenë dymar, shihen faktikisht dhe pastaj këtu ka ngel livrarë dhe baritafili. Preda që është cilësuar si provë gjatë seancave gjyqësore ka pas shumë karakteristike. Preda nuk ka qenë predë, por ka qenë e shtypur dhe ka qenë 2 pjesë. Në një kohë që kurse nuk mund ndodhi që nëse do të binte në kokë, në pjesën frontale, në drasën e kararorit, ndodh që mund të soptohet preda, maja predës që shtypet. Po kurse nuk mund shtypet preda, duke ardhur nga lart poshtë, që pra brinjë 12 dhe 13. Është gjetur ke brinjë 13 preda. Dhe është gjetur në 2 pjesë. Nuk mund ndodhi. Të gjetur në 2 pjesë të preda. Fakti që nuk është sekuestruar, lë shumë për dëshiruar. Për të mos thënë që lë për dyshuar. E ka sekuencuar, se nuk mund të shpjegohet ndryshe. Çfarë i ka shtyrë që mos e sekuestrojë? E zënë, për momentin kanë qenë ata që kanë qenë vendngjarje. Po më mbrapa. Ata që e morën dorë më mbrapa çështën. Duhet ta kishin parë. Që të gjithë këta persona që kanë bërë letrat e para, duhet ishin pyetur si persona që kanë dieni për rrethanat e timit. Nuk mund të këshyrin këta vendngjarjes. Askush nga ta nuk bonte as sekuestron të provë. Preda që u gjet në trupin e Benit nuk u sekuestruar në proces verbal. Pra nuk ekziston. Ajo predh nuk ekziston. E sekuestruar. Dhe çfarë ndodh? Në dosjen, në album fotografik ne kemi një predh tjetër, që është në 2 pjesë. Pra, proceduralisht, ajo duhet sekuestruar si provë. Dhe më pas duhet veprojë për ekspertim. Sipas ekspertit mjeku ligjor që ka kthyer kufomën e Benit, mendohet që preda ka qenë formë oblige, domethënë ka ardhur obligisht i ka në trup, ndërsa brenda në trup është gjetur, ka goditur brinjë 12 dhe 13. Pra, në kuptimin balistik, ka ardhur nga lart poshtë, sepse ka godit 12 dhe ka shku për të 13. Pra kurse si, nuk mund të bëhet fjalë për atë nivel nga ku ishin 2 autorët, nuk mund e kurse si që të vinte preda. Sepse duhet një lartësi e madhe, 12 me 13, në 10 metra, i bi që tjetë nga lartë poshtë. Ndërkohë që ka sot dhe si pozicion ka qenë poshtë rrugës. Rruga ka qenë shumë e ngritur. Ajo rrugë ku bëhet janë në skicë. Dhe sot e kësaj dite ashtu është. Dhe sot e kësaj dite është më e ngritur se sa. Pra, duhet ishe nga 12, nëse do pretendohet që është goditur nga salla e kalit, ku kanë qenë autorë, duhet ishe nga 13 e ka 12. Pra duhet vinte preda nga kjo. Beni ka qenë nga mbrapa sallës, bashkë me policë. 2 shoqëruesit e vet. U vendos përpara nga në rrugës. E dyta, u kalu dhe rruga pasaj. E zhvendosën prapë dhe kaluan mbas eksperimentit. Një tjetër detaj që nuk është sqaruar qartë është fakti se si u vra Baritafili. Rrethanat e dyshimta në vrasjen e Baritafilit çuan më pas në një serial ngjarjesh që shkaktuan viktima të tjera dhe nuk është çudi që ky skenar të mos jetë mbyllur akoma. Mjafton të kujtojmë që një nga ngjarjet e fundit ka shkaktuar 2 viktima, pra 2 vëllezërt e shefit policisë kriminale Prel Pietrushi. 2 viktima krejtësisht të pafajshme, të cilët nuk kishin asnjë lloj përgjegjësie, jo vetëm në lidhje me ngjarje, por edhe në lidhje me konfliktin që kishte djali i viktimës së 2 gushtit, Admir Tafili, me shefin e krimeve të 2 gushtit të vitit 2000, Prel Pietrushi. Ka ngelur e errët mënyra se si u godit Baritafili, cili është pozicioni i personit që qëlloi në drejtim të tij dhe kush është arma dhe po ashtu kush është efektivi i policisë që qëlloi në drejtim të Baritafilit duke i shkaktuar atij vdekjen. Kjo, padyshim, ka shërbyer për djemt e Baritafilit si pika e nisjes së një hakmarrje në drejtim të ish shefit të policisë kriminale të asaj kohe Prel Pietrushi. Po të shikojmë mënyrën se si është transportuar. Të krijohet ideja
krijohet ideja që në atë vend ka qenë aq shumë duke dashur që të shmangin me çdo kusht në një investigim lidhur me skicën e re që u bën fund fare, kanë hequr edhe penxherën që ka qenë nga mbrapa, të dritare këtu. Është shumë e vështirë për të dukur, sepse mu këtu është një dritare. Dhe është original, si thot ai punojësi policisë që ka qenë krah Benit, që përballë kemi pas derën dhe një penxhere nga salla e kalit. Penxhera ka qenë këtu, dera këtu. Ndërsa dritarja për cilët bëhet fjalë që u zhvendos, vendi i ngjarjes është kjo këtu, kjo dritare këtu. Atëherë për ta shmangur fare ekzistencën e kësaj dritares, urdhësi e ka paraqitur këtu. E kanë hequr fare dritaren që ka qenë këtu mbrapa. Ja, këtu s'ka më dritare. Këtu është dritarja. Ja, ku është dritarja. Ka ajo që ka bërë ditën të qyrja, ditën që ka ndodhur ngjarja. Kurse mbas eksperimentit hetimor, për ta hequr fare si mundësi, e kanë hequr fare dritaren këtu. Ja, salla e kalit këtu, paraqitet pa dritare nga mbrapa. Në ditën e parë që është bërë qyrja e vendit ngjarjes, shizhet dhe shahati ndodhen mata rrugës, kurdo ku i keni këtu. Ndërsa, kur kanë paruar eksperimentet dhe kanë bërë skicën e dytë në vendin ngjarjes që e kanë paraqitur në gjykat, këtë syze domethënë dhe orën i kanë gjerë përpara rrugës, pra i kanë gjerë këtu, kurdo ku i kanë gjerë. Ja ku është. Nga këtu që kanë qenë te kjo, vetë i kanë gjerë këtu përpara. Por gjithsesi, sipas deklaruesve, Beni ka qenë këtu në momentin që ja ku ka qenë, mu këtu ka qenë Beni, pra ka qenë në të kundërtën të asaj që pretendohet. Nga këtu, ku deklarojnë dy shoqëruesit e Benit, vendngjarja është postuar komplet në krahun tjetër dhe vendngjarja ka ardhur këtu. Me qëllim që të vendoset plani i veprimeve të vendoset nga krahu tjetër. Dhe është vendosur pikërisht ke dritarja e krahut nga ashtë rruga. Ku dhe vetë fotografitë tregojnë që këtu gjithçka ka qenë e pasur. S'ka pas sheshi, domethënë sheshpamja ka qenë komplet e lirë. Mënyra se si u zhvilluan të gjitha këto akte procedurale, të krijonte idenë a dyshimi që diçka kishte ndodhur. Kthy mas 2 vjetëve, që është Rajati, Avrar Benziliftari, edhe është Denui Vaj. Edhe kështu që këtu dhe isha munal pak më tepër bile, se si ka me ken e mujtun që quhet vrasja e Benziliftarit vjerri jem edhe u vra për te. Vrasja e Benziliftarit kunati jem denohet 25 vjet për te. Edhe vrasja e Benziliftarit prap burri jem që kthehet mas 2 vjetëve. Tërë cili është taman vrasja e Benziliftarit. Ate se din kërkush, e din shumë mirë, se ata nuk kanë marrë asnjë lloj maset, asnjë lloj gjajet që me zbardh atë vërtet taman, se kush është taman vrasja e Benziliftarit. Mbas vrasjes babait, Admir Tafili është kthyer në Shkodër dhe ka nisur të përpunojë planin se si do merrej për babain e vet. Gjatë kësaj kohe, ai akuzohet se në qershor të vitit 2001 ka kryer dhe një vepër tjetër penale. Bëhet fjalë për rrëmbimin dhe mbajtjen peng të një biznesmeni shkodran, i cili u mbajt për 72 orë peng nga Admir Tafili në këmbim të një shume prej 10.000 markash gjermane. Biznesmeni u lirua nga Admir Tafili vetëm pasi familjarët e tij paguan shumën e kërkuar prej Tafilit. Ky fakt i bë i njohur edhe gjatë procesit që zhvilluar në qytetin e Shkodrës, kur biznesmeni i marpeng dëshmoi në sallën e gjyqit përfshirjen e Admir Tafilit në rrëmbimin e tij. Në 22 dhjetor të vitit 2001, Admir Tafili ja doli mban të organizonte një prit nga e cila shpresonte të merrte hakun e teatrit. Në këtë prit, i shefi i policisë kriminale të Shkodrës, në momentin e vrasjes së Barit Tafilit dhe
shefi i policisë kriminale të komisariatit të Malësisë së Madhe në momentin kur ra në pritën e Admir Tafilit, Prel Pietrushi, pavarësisht bërshërisë së Kalashnikovit që u lëshua në drejtim të tij dhe plagëve të rënda që mori, ja doli i mban të mbijetonte këtij atentati. Teshti, unë nuk mund të tham, a ka gisht, a nuk ka gisht, se ato puni din veç ata vetë. Nuk mund me thonë, unë di njërë sa kam po unë me sytë e mi. Unë me sytë e mi kam po që ka bo Prela, ne. Edhe që është thonë, Admiri nuk ka keni pranishën në vitin 2000 hiç, atë puni di vetëm vetë që ka bo në shtëpinë tonë, por se që ka bo burri e manej, nuk e di tamam, me të thonë se po ose jo nuk mund të thamë. Admiri është dënu 20 vjetë, por ama është dënu për plagosin e Prel Pietrushit, jo për vrasjen e Arben Zyliftarit. Nga ky moment, Admir Tafili u kthye një nga personat më të kërkuar në veri të vendit. Ai vazhdoi të ishte i lirë dhe për 6 muaj të tjerë, kur gjatë kësaj kohe edhe nga ana e familjes Pietrushi, dhe sidomos nga i shefi i krimeve Prel Pietrushi, ai ishte akuzuar se ka tentuar privatisht ta eliminojë rivalin e tij. Dyshimet janë sidomos për ngjarjen e datës 1 qershor të vitit 2002. Pikërisht në këtë datë, një sasi eksplozivi e vendosur në oborrin e banesës së Admir Tafilit shpërtheu duke shkaktuar plagosjen e Admir Tafilit dhe dëme materiale të mëdha në banesën e tij. Në këto momente, forcat e ndërhyes shpejt dhe policia e qarkut Shkodrës kanë shkuar në banesën e Tafilit dhe e kanë gjetur atë të plagosur. Admir Tafili, pasi mori ndihmën mjekësore dhe u riaftësua, doli në gjykat ku u gjykua për tentativën për vrasje të ish shefit të krimeve të policisë së Shkodrës Prel Pietrushi, datës 22 dhjetor të vitit 2001, po ashtu dhe për rrëmbimin dhe më pas pengmarrjen e një biznesmeni shkodran në qershor të vitit 2001. Akuzohet për plagosjen e Prel Pietrushit. Si është e vërteta? E vërteta është se kur shteti nuk vend dorë, kur shteti nuk i hap syt, i mulan ata njerëz, atëherë detyrimisht që shteti të lën vetë mu bë kriminal, se do t'i del zot familjes tane. Se kur të vritet baba jo t'i lidhun, i pafajshëm, në sy të vllas, edhe vjen ai person prap, vjen, futet edhe në shtëpi, terrorizon familjen, merr mas i vret babën, arrestohet Genci, vjen e gjun në shtëpi, mren, merr edhe gratë e shtëpisë e fëmijët, përpara me armë, edhe i çon polici, çdo njeri do të alarmonte apo do të batet pa mujtën për familjen e vet. Thamun. Edhe plus asaj, mas që u kthyem shoq prej jashtë, mas 2 vjetëve që nolli kjo ngjarje, vetë Prel Pietrushi e niqte kam se e kishte frikë, se e dite që ai kishte gisht në vrasjen e tjatit ti. Edhe se lamaq, që a bani diri aty, po prap na vuni minën me telekomand para dirës o borrit, edhe bani një terror në familjet tonë për s'dytit herë. E bani edhe atë, edhe prep, si duli gjumi shtetit, shtetit të asaj kohë, si duli gjumi hiq, se qa u ba me ne, se kush ishte ai person që ishte të na boton këtë masakër në familje. Hakmarrja mes dy familjeve, Tafili dhe Pietrushi, u duk sikur u qetësua për disa vite me radhë, për shkak se 2 djemt e Bahri Tafilit ndodheshin të dënuar mas qelive të burg. Genc Tafili dënuar me 25 vjet burg dhe Admir Tafili dënuar me 20 vjet burg. Vllai tjetër i tyre, Luani, ishte larguar jashtë vendit në mënyrë që t'i shpëtonte hakmarrjes. Edhe nga ana tjetër, njeriu identifikuar si vrasi i Bahri Tafilit, ish shefi i krimeve Prel Pietrushi, ishte larguar te Shtetet e Bashkuara së bashku me familjen. Por qetësia e madhe mes dy familjeve ngjante një qetësie në prag të furtunës.
Qëndrimi i gjatë në burg për afro 8 vjet nuk ndikoi në zbutjen e Admir Tafilit. Përkundrazi, ai gjatë kësaj kohe përpunoi planin dhe shfrytëzoi rastin e parë që u krijua për të çuar në fund hakmarrjen e tij. Në rrethana që janë ende të pasqaruar qartë, dy vëllezërit Tafili, duke përdorur lidhjet e tyre, po ashtu dhe kundrejt pagesave të ndryshme, arritën që të binin autoritetet lokale në qytetin e Shkodrës, po ashtu dhe administratën e burgut të Shënkollit, ku vuanin dënimin, se nëna e tyre ndodhi në gjendje të rëndë shëndetësore dhe ata duhet të gjendeshin pranë asaj qoftë edhe për disa orë. Në të vërtet, leja që dukej në fillim si e pamundur që të jepej, u lëshua nga autoritetet e burgut të Shënkollit. Në orët e para të datës 2 tetor të vitit 2010, një eskort e policisë së burgjeve transportoi me mjetet blinduara drejt qytetit të Shkodrës dy vëllezërit Tafili. Leja e dhënë nga autoritetet e drejtorisë burgjeve niste në orën 09 të mëngjesit dhe përfundonte në orën 18:00 të pasdites së datës 2 tetor. Gjatë kësaj kohe, ndërsa dy vëllezërit Tafili takoheshin dhe çmalleshin me gratë, nënën dhe fëmijët e tyre, Admir Tafili vuri në zbatim planin e tij. Duket paksa e çuditshme, por në rrethana të cilat janë në hetim nga prokuroria, ai arriti të largohej para në sy e policëve të shoqërimit të burgut të Shënkollit. Pavarësisht planit të masave që ishte marrë për të siguruar jo vetëm lëvizjen e tyre, por edhe qëndrimin në banesë, me qëllimin final kthimin e tyre në qelitë e burgut për të përfunduar vuajtjen e dënimit, Admir Tafili ia doli mban të largohej pa lëngjur. Arratisja e tij shkaktoi një furtunë në burgun e Shënkollit dhe në drejtorinë e burgjeve, ku të paktën 10 zyrtar u detyruan të lënë detyrën dhe të kalojnë në ndjekje penale si të akuzuar për shkeljen e ligjit, jo vetëm për dhënien e lejes së pamerituar për vëllezërit Tafili, por edhe për planin e masave që kishin marrë gjatë shoqërimit të tyre në banesë dhe po ashtu për kthimin e tyre sërish në qelinë e burgut. Ai erdhi normal, i shushnum, ishte bashkë me vllahën e vet. Edhe sa erdhi më përshafoi fëmijët, foli me familjen e vet. Hynën mren, po rrite me njerëz. Edhe normalisht të noqën tonë, fëmija në tonë gjithë. Atëherë, shtru me dreken, ato po hoshin drek në koridor, në kuzhinë. Edhe në dola me po ku ishte, ku se posh. Edhe kaq, as nuk jam kënë djeni, as kam marrë gjo vesht absolutisht as një gjo më të voglen për ti, vetëm se shifsha se ishte me qef, vetëm rrite për shafut e fëmijët. Arratisja e Admir Tafilit bëri bujë të madhe dhe u përfshi në debat jo vetëm media, por edhe politika. Politikantët të dyja palëve i hodhën akuza njëri tjetrit si të përfshirë në këtë ngjarje e cila dëshmonte se në ç'nivel ishte siguria në burgjet shqiptare. Operacionet e kërkimit që u morën nga policia e Shkodrës, nga forcat e ndryshme shpejt edhe nga reparti Renea për të bërë të mundur identifikimin e bazës ku strehoi Admir Tafili dhe më pas arrestimin e tij nuk dhanë rezultat. Tentativat e njëpasnjëshme të policisë kriminale dhe të forcave Renea në zonën e Shkodrës, ku dyshohej se mund të strehoi Admir Tafili, edhe pse informacioni në disa raste ishte i saktë, nuk bën të mundur arrestimin e tij. Admir Tafili rezultonte që kishte informacione të detajuara dhe sapo policia nisej në drejtim të bazës ku strehohej ai, Admiri ja dilte mban që të largohej pa rënë në duart e policisë. Gjatë kohës që ai qëndroi në liri, u përpoq të çonte lajm dhe të hynte në kontakte me Prel Pietrushin, njeriu të cilin Admir Tafili e akuzonte si vrasjen e babait të tij. Madje, Admir Tafili në një deklaratë që ka bërë mbas arrestimit nga forca speciale, tha publikisht se i kishte telefonuar Prel Pietrushit të kthehej në Amerika dhe të diskutonin të dy, të sqaronin një herë mirë çfarë kishte ndodhur mes ditën e 2 gushtit të vitit 2000 dhe në ç'rrethana ishte vrarë babai i tij Bahri Tafili.
por ai nuk mund të priste pafund kthimin e Prel Pietrushit. Dhe kur i humbi shpresat se Prel Pietrushi do të kthehej në Shqipëri, atëherë ai vendosi ta merrej sipas asaj që e quajti tradita zakonore e kanunit. Mëngjesin e 18 marsit, gati 4 muaj e gjysmë nga dita që ishte harratisur, Admir Tafili kishte zënë prit para banesës së familjes Pietrushi në fshatin Grut, që ndodhet në komunën rrethina të rrethit të Shkodrës. Sapo dy vëllezërit e Prel Pietrushit, Gjovalin dhe Nikolin Pietrushi, dolën nga banesa e tyre drejt makinës në të cilin ata udhëtonin është hapur zjarr me bërshëri Kalashnikovit. Si rezultat i zjarrit të hapur nga arma Kalashnikov, 18 preda kanë rënë në trupin e autoveturës me të cilën lëvizin dy vëllezërit Pietrushi dhe kanë bërë të mundur ekzekutimin e tyre. Policia erdhi në vendin e ngjarjes, por vetëm për të bërë matjet dhe ekspertizën e viktimave. Padyshim, të dy vëllezërit, Gjovalin Pietrushi 43 vjeç dhe Nikolin Pietrushi 25 vjeç, nuk kishin precedent penal dhe nuk kishin konflikt me asnjë person tjetër. Policia nuk e pati të vështirë të identifikonte se autori i vrasjes së tyre ishte pikërisht i arratisuri nga burgu i Shënkollit Admir Tafili. Vrasja e dy fish shkaktoi një alarm të përgjithshëm dhe kaloi në gjendje të lartë gatishmërie jo vetëm forcat e policisë Shkodrës, por vuri në lëvizje forcat e ndërhyjes shpejt dhe nisi me urgjencë në drejtim të veriut të vendit edhe trupat e repartit Renea. Tafili tashmë ishte i lirë dhe i çliruar shpirtërisht për betimin që kishte bërë mbi varrin e babait të tij. Edhe pse nuk kishte ekzekutuar atë që ai e cilësonte si vrasjen e Barit Tafilit, ai kishte arritur të godiste dy nga vëllezërit e Prel Pietrushit. Në këtë mënyrë, ai e quante të mjaftueshme vendosjen e drejtësisë, edhe pse në fakt kishte masakruar dy njerëz të pafajshëm. Ndërsa policia e Shkodrës dhe forcat speciale po kthenin përmbys çdo bazë apo çdo ambient ku ata dyshonin se mund të fshihej Admir Tafili në qytetin e Shkodrës dhe rrethinat e tij, Admir Tafili ka udhëtuar qetësisht në drejtim të kryeqytetit duke sfiduar të gjitha masat e marra nga policia e shtetit. Ndërsa policia e shtetit e kërkonte në Shkodër, ai kishte ardhur qetësisht shumë pranë në repartin special Renea. Ishte ulur në një lokal me emrin Dardha në zonën e kinostudios dhe nuk ditë në çfarë rrethana i çoi informacion policisë për vendodhjen e tij dhe se ishte gati të dorëzojë pa bërë rezistencë. Në fakt reparti Renea mezi arriti të bënte gati një grup të gatshëm i cili ndodhej në repart, pasi pjesa tjetër e tij ndodhej gjitha në operacion në rrethin e Shkodrës për të kapur Admir Tafilin. Çuditërisht, njeriu që ata po e kërkonin në veritë e vendit u kishte ardhur mu tek dera e repartit, madje duke pirë një kafe qetësisht dhe me pistolet në brez, të cilën edhe pse e kishte me fyshek në gojë, as mori guximin që ta prekte me dorë dhe të hapte zjarr ndaj forcave Renea. Si rezultat i një operacioni të mirë organizuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Shkodër, në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, si dhe forcat speciale Renea, është bërë mundur kapja në periferi të Tiranës e shtetasit Admir Bahri Tafilaj, vjeç 35, nga Shkodra. I larguar nga vendi i vuajtjes së dënimit Shënkoll në Lezhë, më datë 2 tetor 2010. Ky shtetas, nga hetimet e drejtanishme, rezulton të jetë autori i dyshuar i vrasjes së dy fish të ndodhur sot rreth orës 7:10 minuta në fshatin Grut, komuna Rrethina Shkodër, ku mbetën të vrarë shtetasit Nik Pietrushi, 43 vjeç, dhe Gjovalin Pietrushi, 25 vjeç. Operacioni për kapjen e shtetasit Admir Tafilaj është konkluduar me sukses rreth orës 18:15 minuta të ditës së sotme, pas kërkimeve intensive të kryera nga shërbimet e policisë së Qarkut Shkodër dhe forcat Renea, si dhe në sajt informacioneve të sakta të grumbulluara nga strukturat e policisë. Në momentin e kapjes së këtij shtetasi është gjetur dhe sekuestruar një armë zjarri pistolet tip TT, e cila ishte e mbushur, si dhe 4 krera me fishek. Aktualisht nga strukturat e policisë së shtetit vazhdon puna për dokumentimin e plot ligjor të ngjarjes së ndodhur. Në të vërtetë, policia e shtetit e paraqiti arrestimin e tij si një sukses të një operacioni të koordinuar mirë, por në fakt Admir Tafili kishte sfiduar haptazi autoritetin e shtetit. Ai jo vetëm ishte arratisur nga burgu, duke i shpëtuar masave të sigurisë, jo vetëm kishte arritur të merrte hak duke ekzekutuar dy vëllezërit Pietrushit, por e kishte dalë mban të çante rrethimin e policisë së Shkodrës dhe të forcave speciale, duke ardhur qetësisht në kryeqytet dhe të dorëzohej para repartit Renea, duke menduar se
në tentativën për të arrestuar, ai edhe mund të ekzekutohej nga trupat e policisë.